ndru kursin apo veprimet e një partije fituse, kuptohet që në këtë rast nga lëvizja vetëvendosje është edhe një farë ofendimi, dhe me ju me na tregu neve kënë e propozojmë, na kemi të drejtë dhe nëse jo, hajde të këshyrëm kush po mundet me mbajt këtë presion edhe ma gjatë. Kështu që është ma shumë duket punë edhe loj natësh se so që është tentim zgjidhjes problemit cilin vazhdoj me pas. Dhe të shumë përshojnë që duke zhvilluar një diskutema të kryetari Lidhjes Demokratike Ilir Abdigjiku me kryetarin Nisme Social-Demokrate Fatmir Limaj, edhe të shqitë në kemi parë të letemi diskutime publiko të zyrtarën që janë bajtër mes përfaqësuesve, mes ish opozitës së kaluar. Fatmir Limaj nuk ka treguar, pra ka pa disa pyetje, është pyetur disa herë që ai ka gatishmëri për të negociuar edhe me partitë e tjera, por që nuk kemi parë një veprim konkret sa i përket pra përpjekje për ta krijuar një blok opozitor. Ramush Haradinaj pati akuzuar faktikisht Limaj se deklarimi i tij më njëherë pas zgjedhjes është i gatshëm që të ulet edhe me kujtën e kaprishat vullnetin e opozitës. Mirë po tash me këto veprime që po shohim sfundi Erblena ka pasur le të themi vullnet për shkak se u krijuar përshtypja që mund të ketë një refuzim të gjithëve për të bashkuar me lëvizjen vetëvendosje dhe të krijohet një blok opozitor që sfundi propozoi edhe Partia Demokratike, por që LDK-ja kërkoi diçka tjetër, edhe vetëvendosjen brenda qeverisë me bazë të gjerë. Tash kjo është pak hamencim, po për perspektivës time, një qeveri opozitore do të ishte premi për lëvizjen vetëvendosje, sepse asnjë qeveri nuk dëshiron mi pas 3 partner ose 4 partner në qeveri, sepse kinë një rrezik shumë të madh të rasteve të korrupsionit. Nëse shikojmë tash me qenë praktik, partitë e vogla si Partia Nisma me shumë gjas mendojnë që ky mund të jetë mandati i fundit si parti që ekzistojnë me këta individ, kështu që dojnë me konsolidu pushtetin edhe një farë mënyre me provu me marrë më shumë votues në zgjedhjet e radhës përmes pushtetit që e kanë. Prandaj edhe rastet potenciale të keqpërdorimeve, të korrupsionit, mos koordinimit janë shumë të mëdha kur ke shumë partner të koalicionit. E dyta është pothuajse e papranueshme për partitë opozitare, në këtë rast Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, që të jenë koalicion zbashku, po ose njëra ose tjetër të ketë primatin dhe pastaj me marrë edhe barrën e udhëheqësisë të qeverisë. Në këtë rast e kemi zotri Hamza, i cili do të duhet nëse bëhet një koalicion i opozitës që ai të jetë kryeministër, edhe nuk ka fuqi politike Partia Demokratike që me mbajt një qeveri deri në zgjedhjen e presidentes ose presidentit, po në atë pikë duket që është një premi sepse pastaj vetëvendosja prap kthehet në pozitën që ka qenë në zgjedhjet e vitit 2021, ku jemi ne kundër gjithë tjerëve, edhe prandaj është shumë lehtë me marrë vota ku je ne me ne, se sa kur i ke 4 tabore politike, çysh ndodhet edhe tash ku i merr 42%, jo 52% se është prit. Pra, pikë kësaj ane e shoh që Lidhja Demokratike na sjelltas po tregon që ne në asnjë konstelacion nuk dojmë të jemi pjesë e kësaj qeverie, as nga opozita, as nga pozita, pra as me lëvizjen vetëvendosje, as me partitë opozitare, sepse në çfarëdo konstelacioni, si tjetë me opozitën, si tjetë me qeverin, duket që Lidhja Demokratike ka mu djeg. A vunë presion pas letës së fundit që Kurti ja dërgoi marrëveshje, pra një kërkesë për marrëveshje të hapur për koalicion, ku ja përmendi edhe të kaluar, pra që nuk ka pasur probleme të ja kujtoj koalicionet që i ka bërë ose këto kapërcime të mëdha Lidhja Demokratike me Partinë Demokratike dhe partitë e tjera. Pra, ju desh një kohë për ta trajtuar atë kërkesë të Kurtit dhe doli pastaj propozimi për qeveritë e tranzicionit. E vërtet se mendoj që edhe vetë letra ka qenë një taktik jashtëzakonisht mirë e menduar nga lëvizja vetëvendosje, e cila për qëllim ka pas, unë mendoj, që Lidhja Demokratike ta refuzoi. Pra nuk mendoj që letra ka qenë me qëllimin që me i përafru qëndrimet, për kontraze, edhe besoj që edhe Lidhja Demokratike e përmendi që është një lloj ofendimi përmes kësaj letre, sepse ky diskutim, apo diskutimi sidomos që ju keni qenë të hapur dhe paraprakisht edhe jeni elastik edhe mundi mi thyp parimet, paraprakisht i keni thyp se s'po i theni edhe me neve, ka qenë një farë problemi asaj letre. Kjo i bie një farë mënyre me qitë Lidhjen Demokratike para një pozicioni që qaj pozicion, çfarë do përgjigje që jep Lidhja Demokratike, t'i bie barra Lidhjes Demokratike për pengim. Mirë po çka ka rezultuar në praktikë është që ai propozim është kundërshtuar nga Lidhja Demokratike, ka dhënë një kundër propozim që kjo pastaj edhe bën një farë balansit si njerëzit e perceptojnë. Kush është fajtori? Është fajtori në këtë rast lëvizja vetëvendosje që bën një propozim për koalicion, apo është
fajtor Lidhja Demokratike që e refuzon. Mirë po, unë mendoj që nëse qëllimi ka qenë për me e bo një koalicion, një letër e tillë nuk duhet të dërgojë fare, aq më shumë të bëjë publike, është një takim ku diskutohet edhe këto çështje ndërpersonale apo keni qenë shumë elastik në koalicionet me Partinë Demokratike, ku keni qenë edhe diametrikisht, në pozitat kundërta, ne s'jemi çaq larg, plus kemi qeverisë më herët, po s'kum pas problem me partinë, kum pas me disa individ të cilë tash ju i keni hek, është edhe një farë tentimi që unë e bëj një farë kontrolli, si Lëvizje Vendosje unë e bëj një kontroll të a je partije poster apo jo për me të marrë në qeveri, edhe kjo ofertë ka qenë për mendimin tem ofundim për Lidhjen Demokratike dhe normal u dasht pak ko me trajtu cila kish me qenë përgjigja më e mirë. E mendoj që përgjigja nga Lidhja Demokratike është e duar sepse prap them, nëse ka pas qëllim për një koalicion, ai qëllim do duhet të realizojë përmes një takimi të hapur dhe pastaj të dalin para mediave të tregojnë. Kjo është propozimi jon, këto janë çështjet që është shumë e rëndësishme, këto çështjet që ne me këtë qeveri mendojmë të bëjmë, pra nëse është një parti e majt, edhe kemi partinë e djathtë si Lidhja Demokratike, çka do të ndodhte me komplet agjendën për cilën ne kemi votu për 4 vitet e ardhshme. A do të kishim më shumë subvencione, sepse është një parti e majt që thotë shumë më shumë subvencione, apo do të kishim ndoshta ulje të taksave, sepse ajo është një politikë e djathtë. Pra në këtë pikë, diskutimit do duhet të ndodhte në një tavolinë, një diskutim mes liderëve të këtyre partive dhe pastaj dalin në publik e tregojnë po tentojmë këto, kjo është qëllimi, këto i kemi diferencat, këto nuk po pajtohemi dhe qytetarët me pas qartë cilë është baza e pajtimit apo mos pajtimit në këtë rast. Po përmes atyne letrave është për mendimin tem thjesht taktika politike për me ndru narracionin që njerëzit me thonë nuk është fajit e X partia, po është e partia tjetër, e duke që kjo është vazhdimisht po hargjojmë energji me mendu si po dalim para qytetarëve publikisht e jo çka po punojmë për qytetarë për me zgjidhë një problem praktik. Pra kemi parë mungesë të dialogut politik, sidomos të vitit jo vetëm në këtë periudhën pas zgjedhjeve, por edhe para zgjedhjeve, kulmisht në fushat ku pati akuza kundër akuza, por që ka munguar ky dialogu politik dhe komunikimi po bëhet vetëm me letra. Pra pse mendoni se kemi ardhur në këtë pikë ku partitë është më vështirë tashmë me vetëvendosjen dhe të tjera që të negociojnë qoftë për aspekte programore të politikave publike, por edhe për arritjen e marrëveshjes një koalicioni siç e kemi tani situatën kur do duhet konstituar kuvendi. Ky është një problem i cili i ka, si me thonë, thik me dy teha, sepse kemi pas qeveri paraprake, ku Lëvizja Vendosje ka qenë në opozitë, dhe kemi pas diskutime, marrëveshje, edhe në fund u bë një konstelacion politik ku kemi pas 15 parti në qeveri, dhe ajo torta, nëse muj me që, apo pitja është nda të secili. Pikrisht kjo ka qenë baza kritikës të Lëvizjes Vendosje në opozitë për 10 vitet të kalume. Pra vazhdimisht është bërë një diskutim, shikoni si këto partit po e ndojnë pitën në bazë të interesit, jo në bazë të programit, gjithmonë ka qenë kritika që ne nuk kemi me bërë një gjatë të tillë. Pra nëse muj me marrë edhe me thonë ma shkurt, ky vetë perceptimi i Lëvizjes Vendosje për veten, që jemi një parti e cila nuk i thënë parimet, që është, si me thonë, në vi shumë të drejtë dhe shumë e pastër, na nuk na lejon që me bë marrëveshje politike në mënyrën e njëjtë që ka ndodhur pi partive tjera me partitë e njëjta. Pra prap me Lidhjen Demokratike dhe Partinë Demokratike, si që përmenëm vetë letrat që i del që ju keni bërë një koalicion me partitë cilat jeni kundërshtare, pse jo me neve tregon që ka një farë lëvizje që me kuptu që nuk mundimi me qenë këtë vit të drejtë dhe me marrë pushtetin vetëm vetë, apo me kriju qeverin vetëm. Na duhet një koalicion mirë, po tash të ky koalicion nuk guxoj me bë veprimin e njëjtë qysh e kanë bë partitë paraprake. Pra është, si me thonë, një vazhdimsi e diskutimit të Lëvizjes Vendosje apo një narracioni që ka kriju Lëvizja Vendosje për një dekadë, që këto marrëveshje politika, apo shpeshherë po e përmenim dialogu politik